është Egli, Gjesti, Rozana. Çfarë po ndodh me këtë trinom? Ger, dua të di mendimin tënd. Atëherë, mendimi im, për sa i përket Gjestit, Eglit dhe Rozanës, ka qenë një trinom i fuqishëm brenda shtëpisë Big Brother. Unë mendoj që Rozana në këtë pikë të lojës nuk ka me këtë merret më nga banorët. Në këtë pikë Rozana ka mbaruar të shehët me Kertën dhe me Laertin dhe po merret me Eglit dhe Gjestin duke patur vëmendje dhe duke hapur prajmi. Livia, është e vërtet kjo që thot Geri? Jo, unë mendoj të kundërtën që janë ato që po merren me Rozanën dhe jo Rozana që po merret me to. Të paktën për çfarë kam pa unë me disa sulme që Jo, nuk ka lidhje. Unë në këtë moment jam publik. Si ju, kështu që unë shoh që Rozana po sulmohet dhe Rozana nuk thot asnjë gjatë të po them se të keq. Si? Apo fletë shtëpia Rozanës, apo janë lajme fake? Unë kaloj shumë kohë me motrën e Rozanës, po nuk ka lidhje. Jam objektive. Gjana që në fakt Geri, pse nuk e mendon dhe ti si Livia, që më shumë Egli Gjesti, ndoshta s'kan çfarë të bëjnë më me njëri tjetrin se ëngrën darkën, u sjaruan, jo po i ndan rrugët, dhe ndoshta ata të dy po merren me Rozin. Shiko, patjetër që po, se aty gjithë banorët merren me secilin, se çfarë do bëjnë, mamurët e shtëpisë nuk do merren më, domethënë përveç Gjestit që e kaloi dhe murin edhe ka çfarë bën më. Po, në ident, domethënë, shiko, mendoj që telenovela Egli dhe Gjesti, për sa i përket edhe dramave, edhe pajtimeve, po edhe gjithë këtyre diskutimeve, unë mendoj që ka ende diçka që i mungon, është romanca. Dhe ata nëse duan ta përdorin këtë gjë, e përdorin shumë mirë. Po për sa i përket, është ky debati me Rozanën për shkak unë mendoj, Elona, më saktë, që Gjesti dhe Rozana kanë bërë një pakt. E mban mend kur ai thoshte që hajde ta ndajmë lojën unë ti, Laerti dhe Rozana, pra bëjmë sigurizimi dhe unë mendoj që jemi në këtë fazë të Big Brotherit. Hajde të bëjmë sigurizimi që ta marrim vëmendjen bashkë njëri tjetrit. Dhe për jashtë ligjin për shkak sepse ka patur debat me Rozanën që në ditën që është futur, mendoj që Rozana i ka rënë pak në qafë Eglit në momente të caktuara dhe mendoj që jo vetëm Rozana, por edhe disa nga banorët për ta akuzuar apo për ta lënduar pak Eglin, sepse dhe gjendja e saj emocionale, edhe pse është i futur etj, mendoj nuk është në ditët e saj më të mira.